Ka shumë njerëz që pretendojnë se besojnë në Zot. Megjithatë, nuk ka askush tjetër përveç kishës së Perëndisë që beson në Perëndin atë dhe Perëndin nën. Kjo ndodh sepse ata nuk janë në të vërtetën e beslidhjes së re. Bibla profetizon se vetëm populli i Perëndisë që e mban beslidhjen e re do ta njohë plotësisht Perëndin. Ja do të vinë ditët, thot Zoti, në të cilat do të vendos një beslidhje të re me shtëpinë e Izraelit. Do ta shtjell ligjin tim në mendjen e tyre dhe do ta shkruaj mbi zemrën e tyre, dhe unë do të jem Zoti i tyre dhe ata do të jenë populli im. Ai profetizoi se ai do të ishte Perëndia e atyre që i binden ligjit të beslidhjes së re, dhe vetëm ata do të ishin populli i tij. Ai tha gjithashtu se ata do ta njihnin plotësisht Perëndin. Ata nuk do të mësojnë secili duke thënë, "Njihni Zotin", sepse të gjithë do të më njohin, nga më i vogli e deri te më i madhi. Është shkruar se ata që e gdhendin ligjin e beslidhjes së re në zemrat e tyre dhe e zbatojnë atë, do ta njohin plotësisht Perëndin, kështu që nuk do të kenë më nevojë të thonë, "Njihni Zotin". Kjo do të thotë që ata e njohin Perëndin Elohim, Perëndia atë dhe Perëndia nën. Perëndia, në fjalët "Unë do të jem Zoti i tyre", është Elohim në hebraisht. Me fjalë të tjera, populli i Perëndisë që e gdhen beslidhjen e re në zemrat e tyre dhe e zbaton atë, do ta njohë plotësisht Perëndin Elohim. Si Perëndin atë ashtu edhe Perëndin nën. Përkundrazi, ata që nuk i binden ligjit të beslidhjes së re, nuk mund ta njohin kurrë Perëndin Elohim, Perëndin atë dhe Perëndin nën. Nëse nuk e kemi beslidhjen e re në zemrat tona, nuk do të jemi kurrë në gjendje ta njohim Perëndin nën. Prandaj, ju lutem kuptoni dhe praktikoni ligjin e beslidhjes së re, në mënyrë që të besoni në Perëndin Elohim, Perëndin atë dhe Perëndin nën.